Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 12 mars të 2025. Është një ditë e veçantë, një ditë që dëlozi një rol shumë të rëndësishëm në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime dhe jo vetëm. Po të kuptoni arsyen dhe çfarë ndodh, do kuptoni edhe shumë gjëra më vonë. Çfarë ka kjo ditë dhe ku do të keni vëmendje dhe pse përfitoni? Formohet lidhja e Mërkurit me afërditën e retrograd në Dash, një kënd pozitiv për kontakte, diskutime, udhëtime, por qartësisht me ndikime të mëdha në çështje ekonomike financiare. Megjithatë, ka mundësi që të takoheni me njerëz shumë të rëndësishëm, ose të bisedoni me njerëz të ndryshëm, ndikojnë pozitivisht. Shenjat e zjarrit, sepse më thoni juve për shkak do të bëj takim kur do takohemi thua XY filanor. Është e gjithë dita e mirë. Shqiptarët që kanë ndikim kanë dashi luanët të 10 diqit, të parë dhe të tretë, ose ata që kanë ascendente. Në të njëjtën ditë kemi diell Saturn, ky kënd është mjaft i rëndësishëm, pasi Saturni tregon gjithmonë përgjegjësi, disiplinë, realizëm dhe ndikime të tjera. Shenjat e ndryshueshme janë të ndikuara binjakët zyrgjeresha shqiptare, peshqit të 10 diqit të tretë, dhe ata që kanë ascendente në këto shenja. Edhe pse mund të kenë një ndikim mbas dite, kjo do të thotë që kjo lidhje tregon që nëse ke gabime ose gabon të qorton, të dikton dhe ti je gati të përgjigjesh gjithçkaje dhe të jesh i qartë për të ardhmen tënde. Pra ka shumë gjëra për të realizuar në një kohë.